Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme ne do të vazhdojmë me historinë e çiftit Ramaj. E në fakt përpara 24 orëve në studion time ishte zoti Syriar Ramaj, pikërisht babai 2 fëmijëve, i cili u përgjigj akuzave të ish bashortë e Suadës, e cila ka qenë vetëm përpara disa ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë. Një çift i cili është ndarë fizikisht përpara 7 viteve, janë ende në proces divorci, por konfliktet janë të mëdha mes të dyve. E në fakt, zoti Syria kërkonte minuta të tjera televizive për të treguar jetën bashkëshortore, që fatkeqësisht përfundoi pas 19 viteve. Ai ka udhëtuar sërish nga qyteti i Vlorës sot dhe ndodhet me mua në studio dhe unë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta dhe mirë se u gjeta. Faleminderit që më ftove në studio. Pas 24 orëve takohemi sërish bashkë në studio, një emision të dytë që ne do zhvillojmë bashkë ditën e sotme, sepse atë dosje e ke marrë sërish me vete. Po. Çfarë mban ajo dosje që ti kërkove një emision të dytë për të folur? Atëherë në këtë dosje kam ardhur të vërtetoj pare punës, të vërtetoj për veten time, sepse zonja në fjalë më akuzon që jam i çmendur. Pyetja tjetër që unë do të kisha për zonjën, unë e akuzoj zonjën që ajo ka probleme shëndetësore dhe të flasim dhe për problematikën e djalit ku është dokumentacioni përkatës dhe për proceset gjyqësore që ne vazhdojmë dhe ku mund dhe ku jemi. I dashur Syria, unë do ulem aty, sigurisht do të mi tregosh të gjitha ato dokumenta për të qenë dhe ne transparent, zëri juaj duhet të dëgjohet, por ajo që unë kam merak si moderatore, dua të jem e sinqert me të gjithë personazhet e mi. 60 minuta përpara disa ditëve ja kam kushtuar Suadës. 60 minuta emision ua kam kushtuar juve dije. Dhe sot ju jeni në një emision të dytë dhe ditën e sotme unë do kem padyshim dhe zërin e Suadës për të qenë një kohë e barabartë mes ju të dyve. Për të treguar që Pa Gjurmë nuk është palë me askënd. Ne kërkojmë që të dalin në sheshë e drejta dhe mbi të gjitha të gjendet një zgjidhje për djalin e vogël. Ky është qëllimi i gazetarëve të emisionit Pa Gjurmë. Kështu që ditën e sotme unë po të njoftoj, padyshim do kem dhe zërin e Suadës në këtë studio për të patur një kohë të barabartë. Por për të gjithë besnikët e emisionit Pa Gjurmë, ata që nuk e njohin këtë histori, që kemi disa ditë që po e zhvillojmë live në studion e emisionit Pa Gjurmë, unë dua të prezantoj një kronik të çiftit Suada dhe Syria Ramaj, akuzat që ngren ndaj njëri tjetrit. E ndjekim të kronik dhe rikthehemi në studio. Në emisionin Pa Gjurmë, historia e Suadës dhe Syria Ramajt ka marrë vëmendjen e publikut me rrëfime të forta dhe akuzat të ndërsjellta. Të dy kanë folur veçmas në studio, por sot do të përballen sy më sy për herë të parë. Por ishte një martesë me mbledhëri apo me dashuri? Jo. Me mbledhëri. Me mbledhëri, po. Pra ti nuk e qenë që në fillim për këtë martesë. Nuk e kisha problem që t'u martoja me atë njeri, nuk e doja. Ke jetuar 30 vite pa dashuri dhe 30 vite pa dhunuar. dashuri, një ashtu kam jetu. Vetëm për hir të fëmijëve. Ju e keni dashur? Patjetër që e kam dashur sepse krijova familje, në jetë erdhën 2 fëmijë dhe unë do të tregoj historinë e lidhjes dhe gjithçka që ka ardhur. Por përtej këtyre akuzave, mbetet pyetja, a kanë qenë vërtet të dashuruar? Ishte me çrregullime, ngritje ulje presionit, depresion. Dhuna u kthy, unë thashë po qetësohet ky. Dhuna u kthy prap. Ai në punë nuk vente, bënte mungesa në punë. Fillonte masanej, dilja unë jashtë, rritem shtynte, shante, më qëllonte, më shkapeste mu të burduret kështu, rrugëve, nuk e durova do të ma. Se muajin e 8 kam pas një dhunë të tmeshme në shtëpi. Me mjetë lloj mjetë të ndryshme. Në remen edhe dorën alçi e ka pas edhe të qëllonte. Unë sot që ndolem këtu, jetën e kam pri djalit mall. Se ka dashme më hell pri katit 5 e poshtë. Nuk e realizoj dot që të ilte atë, ma shkapeste kokën që kjo pjesa kokës mua më dhëm. Ishte dorën me alçi, tha, dhe më godiste. E dëgjuat, fjalët e Suadës ishin. Po të kuptoj, po fjalët e Suadës, po në fjalët e Suadës nuk mund t'i quaj të gjitha të vërteta. Dhe unë po ju them të vërtetë. Edhe si të mos mjaftonin këto, secili prej tyre akuzon tjetrin për gjendjen shëndetësore. Kam qëndru më të shumë të për hir të fëmijëve. Te kam deklaru se jam në proces gjyqësor. Nuk ka pinte kështu alkool, as duhan, po ishte i smur. Kishte probleme
shëndetit mendor. Zonja në fjalë ka probleme neurologjike epileptike që në derën prindërore siç e kam deklaruar. Dhe në fillim të lidhjes martesore, zonja në fjalë ka përdorur ilaçin Tegretol ku e pinte të fshehur, ja siguronte nëna e vet dhe motra e vet. Sot në studio, Suada dhe Surja Ramaj do të vendosen përballë njëri tjetrit, një përballje që pritet të zbulojë jo vetëm të vërtetën e marrëdhënies së tyre, por edhe të japë përgjigje për akuzat e rënda që kanë ngritur kundër njëri tjetrit. E dëgjuam këtë material dashur miq, momentet kur Suada ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ngriti akuza ndaj ish bashkëshortit të saj Surjait, por dhe këtë të fundit e dëgjuam me akuzat që ngriti ndaj ish bashkëshortes. Dhe ende Surja 8 vite akuza të vazhdueshme ndaj njëri tjetrit dhe unë vazhdoj të pyes sërish dhe ditën e sotme në këtë transmetim, nuk e keni gjetur gjuhën e përbashkët. Se në fund të gjithçkaje çfarë po fitoni? E keni bërë ndonjëherë pyetje vetes çfarë po fitoni me këto denoncime njëra pas tjetrës, duke u paraqitur ti në gjykat, duke u paraqitur zonja në gjykat, më duket sikur po i humbisni ata fëmijë. Zonja Odeta, me qenë se më dhe mundësinë e dytë që të paraqitem në këtë emision, më lejo që t'i përshëndes të gjithë teleshikuesit, Falenderoj edhe komentuesit, të cilët t'i japin vlera këtij emisioni, t'i uroj shëndet dhe super respekt të gjithëve. Por sot kam ardhur me një dokumentacion përkatës, jo vetëm të flas me fjalë në ajër, por t'i bind të gjithë teleshikuesit që çdo gjë vazhdohet me dokumentacion. Nga ana ime, zonja në fjalë nuk ka pasur as edhe një lloj shqetësimi, të gjitha shqetësimet ka filluar t'i sjell zonja. Ju keni treguar që ish bashkëshortja juaj ka probleme dhe këtë gjë e vërtetoni. Mund ta hapni tani dosjen, ka ardhur momenti që t'na i vërtetoni. Zonja Odeta, unë në fillim desh të flisja një herë për veten time, pastaj të flisja sot ke vendosur të flasësh për veten tënde. Të flas për vete, pastaj për zonjën. Do pranoni gabimet që keni bërë? Jo, të flas për vete sepse zonja më akuzon që unë jam i sëmur, jam njeri i çmendur. Dhe këtë duhet ta vërtetoj me dokumentacion. Sepse atë lloj dokumentacioni zonja e ka trajtuar dhe në një emision tjetër, nëse ke mundësi të tregoj i qartë, por ju sot do vërtetoni që nuk jeni i sëmur, mëndërisht. Po, patjetër. Por aman do vërtetoni që edhe zonja është e sëmur. Po, patjetër. Atëherë po ju dëgjoj. Patjetër. Atëherë më lejoni domethënë që të hap dokumentacionin përkatës. Atëherë në dokumentacionin përkatës ju keni një dokument që çfarë vërteton ai dokument? Që zonja ka probleme. Atëherë të lutem zonja Odeta më lejo një herë që të flas për veten time, pra sepse më akuzon zonja mua, edhe pastaj të flas për zonjën dhe për çështjet që ka djali dhe ku kemi arritur. Atëherë, problematika e parë që mua zonja më akuzon është sepse në vitin 2016, për shkak të shumë problematikave që kam pasur në marrëdhënie me familjen, unë kam bërë një vizitë në Spitalin e Shëndetit Mendor. Dhe vizita është pasi jam testuar, do me thënë kam dalë me depresion të moderuar, ku zonja e ka trajtuar dhe në një emision tjetër, ku i është fshirë data. E qartë, për që transparente edhe me kamrën, një dokument që ju vërtetoni për vizitën tuaj mjekësore që keni bërë në psikiatrin e qytetit të Vlorës, ku tregon se jeni me depresion të moderuar. Të moderuar, e qartë. Atëherë, pasi më është bërë vlerësimi nga psikologja, kam vazhduar një kur me ilaçe për 3 muaj. Dhe pasi kam mbaruar këto ilaçe, sot jam ky që jam. Urdhoni dhe mund t'i shikoni, pra vizitat, datat e vizitave dhe mund të përmendni dhe emrin e ilaçeve aty, dhe nëse me këto ilaçe që ju keni marrë. Poshtë, pra në fund e qartë, po e shikoj dhe po e shfletoj. Te ajo flet të lutem, sepse aty... Dhe ky dokument tregon që ju sot gëzoni një shëndet të plot. Patjetër. E qartë. Pra, të gjitha akuzat që ngriti ish bashkëshortja juaj në këtë studio, që ju keni probleme të shëndetit mendor, le të themi ju po e sqaroni sot me data, me vite fikse, që kur jeni trajtuar me medikamente për shkak të depresionit të moderuar që keni pasur, dhe sot që nuk merrni asnjë lloj medikamenti dhe gëzoni një shëndet plot, dhe unë ta uroj shëndetin ta kesh të plot gjithë jetën. Mund të përmendi dhe emrin e ilaçeve që janë përdorur,
dhe nëse... Por nëse unë do t'i përmendja ato emrat e ilaçeve, Pa problem, duhet përmendur, për sa unë përmend emrat e ilaçeve të zonjës. Mua më vjen mirë për t'i përmendur dhe për t'i qenë transparent me teleshikues. I dashur Surja, mua më vjen mirë që gëzoni shëndet të plot dhe gjithë jetën kështu të jesh, sepse dua të them diçka, nëse fatkeqësisht ti nuk do gëzoje një shëndet të plot, pra do të kishe një depresion të rënd, shkalla e vlerësimit sipas mjekëve, do ishe medikamente, padyshim që unë do të ftoja në program. Po. Por aman, edhe zonja, nëse do të kishte probleme të njëjta, siç ti e akuzon, unë nuk do ta kisha në program. Po. Ju këmbuni që ajo ka probleme. Po. Keni ju një dokument që e nxjini zonjën të sëmur? Po. Atëherë, nga divorci i vitit 2015, ka një vlerësim psikologjik nga psikologja. Për nënën. Po për të gjithë pjesëtarët e familjes, ju lutem, dhe mund ta gjej këtë vlerësim psikologjik. Dhe ndërkohë që e gjen atë vlerësim psikologjik, mund të më citosh se çfarë ka shkruar. Patjetër që do ta citoj. Patjetër. Për nënën. Patjetër që do ta citoj, mund ta. Edhe për dy fëmijët, momenti që sigurisht keni qenë. Atëherë është nevojshme që ta lexoj unë apo do e shikoni ju? Mund të ma lexoni. Patjetër. Rreshtat më të rëndësishëm që tregojnë dhe vërtetojnë problemin e nënës. Vlerësimi psikologjik është bërë nga një psikologe, të cilat nuk dua t'ja përmend emrin, por do t'ua tregoj vetëm ju, vlerësimi i psikologes. Atëherë vazhdojmë. Profili i nënës zonja Suada Ramaj, që është emri i bashkëshortit, në Xhipi në Klapa. Gjatë bashkëvizitimit Suada Ramaj tregon gatishmëri për të bashkëpunuar me vlerësuesit dhe është në gjendje të diskutojë mbi çështjet që ka të bëjnë me rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve. Ajo shpreh emocionet e saj në përputhje me situatën që u diskutua. Suada ka një kërkesë të sajën për kemp. Rezulton pra për kemp kohët e fundit mjekohet me Depakin dhe Topamax. Gjithashtu merr ilaçe për tension dhe zemër dhe gjërat janë të dokumentuara në kartelën personale të saj dhe është shtruar në poliklinikën e qytetit në muajin shkurt. Suada është shtruar në spital për shkak të krizave të shpejta, ajo urinon dhe defekon me vetdije. Mund ta lexoni dhe të vazhdoni profilin edhe më poshtë. E qartë, unë do ta mbaj këtë për ta lexuar. Ajo është e imja, mund ta fotokopiosh. Po patjetër, mund ta fotokopiosh dhe t'ia thuash, t'ia lexosh zonjës. Por nga aq sa ti lexove, mund të vazhdosh edhe më mbrapa, por mund të vazhdosh për mos të zgjatur shumë në emision. Asnjë rresht, po pra se nuk dua të marr kohë në minutazh pikërisht, por këtë dokument gazetarja ime e ka lexuar me vëmendje dhe kemi patur të xhiruar momenti kur keni qenë të dy të ulur në një tavolinë në shtëpinë tuaj. Ju vut në dispozicion shumë dokumenta, të cilat ishin xhiruar dhe janë parë të gjitha me vëmendje. Ju mbase mund të kapeni tek fraza që zonja Suada kërkon kemp. Dhe këtu tregoni që një njeri që trajtohet me kemp nuk është i aftë. Tani unë tregoj që zonja Suada ka vutur ndër vite nga ky lloj problemi. Po pra, por kjo nuk tregon që ajo është një nën e pavetdijshme për fëmijët dhe ka probleme të rënda psikologjike dhe nuk është aftë të rrisi fëmijët. Unë këtu dua të dal. Po patjetër, për mua sepse të gjithë fatkeqësisht mund të kemi ndonjë problem shëndetësor, ndonjë sëmundje që mund të kurohemi dhe këto janë fatkeqësira të jetës. Zonja Odeta me vlerat që ka treguar në marrëdhënie me fëmijët, ka treguar që nuk është e aftë për t'i rritur fëmijët e vet ashtu siç duhet si të gjithë nënat e tjera. Këto i kam edhe në vlerësimet e tjera, si që janë bërë në qendra Vatra, në shumë procese gjyqësore, janë këtu, janë të dokumentuara. Mirë, i dashur Surja, më duhet të bëjnë në këtë momente një shkëputje, ne të vazhdojmë të qëndrojmë të dy së bashku, sepse do të dëgjojmë me vëmendje ditën e sotme dhe padyshim do të kem edhe Suadën, e cila besoj që është duke na ndjekur në këtë transmetim live, por ndjekim një këshill mjekësore dhe rikthehemi. Dhe ajo nga qyteti i Vlorës ditën e sotme për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë. Zonja Suada, mund t'i bashkohesh studios. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Si jeni? Mirë, mund të uleni e dashur Suada. Të lutem, po na del nga skenografia. Atëherë, urdhri i mbrojtjes është largësia deri në 5 metra, kështu që duhet të distancojmë deri në 5 metra zonjës për mos të sjell problematika të mëtejshme. Unë kur ftoj dy njerëz përballë njëri tjetrit, kontrolloj dokumentat. Në momentin që flasim, ka skaduar urdhri. Nëse ajo do ishte me urdhër mbrojtje, do të ishte në një studio paralele, ma beso, nuk do të ishte këtu përballë. Të lutem zonja Odeta, ka skaduar urdhri, nuk ka zgatuar urdhri. Por nëse ti kërkon,
të largohesh, mund ta bësh. Mund të shkosh, je i lirë, je i Unë lirë. duhet të zbatoj Përdore këtë studio si rregullat dhe shtëpinë për të tënde. qenë në shinat ligjore. Përdore këtë studio si shtëpinë tënde. Largohu nëse do të largohesh. E dashur Suada, unë dua të jem transparente, besoj që na ke ndjekur momentin kur unë isha me Surjaj në studio dhe ai rrëfeu të gjithë historinë. Ju më treguat që nuk e kam dashur zotin Surjaj që ditën e parë që u martova. Surjaj më tregoi që unë e kam dashur Suadën, ndaj që ndrova 19 vite me ta. Unë të klasë? Pa tjetër. Kjo gjë që të thot ky, që shpreh këtu, është e pavërtet. Unë, edhe në qovë se bëj edhe me emra, të nxjerr emrat e njerëzve, që e ka deklaru ky, që unë gruan e kam dash vetëm për para. Se kanë kënë një familje shumë të varfër, 10 vetë. Unë kam qenë nuse mallë në atë shtëpi. Vetëm për para. Se ju trashëgoni ndonjë sasi të parash në Unë familja juaj që ai kam ka pas dashur? në gjendje familjen time, se kam pas pronë të babajt, i kam lësër e kësaj dite. Pronë. Kemi qenë gjendje të mirë, babajnë e kam pas furtar. Nënën e kam pas shitse, ka kene në paketim, që kemi pasur lekun, ne motra kemi qenë në punë. Ky ka qenë dyshimi juaj, po, që mos të vim gjërave me detaje. A ti ka marrë këto prona, zoti Syrja? Ti ka marrë Të kujtë të pronat? Të familjes time? Po, atë që pretendon ti. Ja, pronë të familjes time kam vetëm pronë. Po ta ka shprehur, kur keni që të martuar që meri këto prona? Mua ja, e ka shprehur jashtë shtëpisë, se ka pas dhunë. Dhunën që ka pas ky zotnia i kanë folë edhe njerëz të tjerë. Që Syrja mos bëj kështu. Ju keni deklaruar në të studio? Unë thot nuk e ka marrë, thot, që të kalë jetë, por e ka marrë, thot, se ka para, thot, jemi familje varfër, ne, çfarë ju duhet ju e di unë atë punë. Por Amana i jetoj 19 vite me ty. 19 vite që ka jetu me mua, unë po e kam thënë, edhe po them, edhe sot i kësaj dite, unë 96-in jam martu, 98-ën kam linë fëmin. Nuk mund ta lija djalin e madh rrugëve. Por Aman, ti e shtuve familjen, ju e shtuat familjen, bëllë një fëmijë të dytë. Kam qëndruar me shumë besim duke i thënë që sillu familjes, sillu shtëpisë. Se çfarë bënte Surjaj? Po, çfarë bënte? Se e ke përballë, po na dëgjon. Dakor. Djalin e madh. Po, djalin e madh ma largonte nga shtëpia. Që në moshën e vogël. Në ç'kuptim e Në largon? ç'kuptim ma largonte, nuk ma linte me mua. Një urrëti të madh kishte në shtëpi. Ndaj jush? Po, ndaj meje. Nuk guxoja të bëja një gjë, të flisja një gjë. Vetëm fliste, bërtiste, ulëriste. Surja, pse ndodhin? Jo, të lutem se do të gjende Surjaj. Po, Surja, pse ndodhin këto gjëra? Sonja Edeta, unë e dëgjova me shumë vëmendje, por këto janë biseda që nuk ja vlen ti diskutojmë për të vetmen arsye, për problematikat që ngre zonja. Ajo po tregon burimin e konflikteve, si nisën. Të lutem, çështjen e pronave që ngre zonja, që pronat e prindërve të saj mua nuk më interesojnë fare. A për shkak të atyre problematikave, zonja në fjalë nuk flet me vllajën e vet, me nënën e vet, me motrat e vet dhe nuk është pjesa ime, unë gjithmonë kam qenë në kundërshtim dhe nga mua ka harxuar një sasi lekësh ku kërkonte dokumentacionin përkatës për pronat e prindit. Nuk më interesojnë fare pronat e prindërve dhe të motrave dhe të vllajt të saj. Unë të gjithëve atyre familjarisht ju uroj shëndet dhe jetë të jenë mirë për veten e tyre. Nga mua nuk kanë asnjë lloj shqetësimi, shqetësimin e kanë nga zonja. Zonja në këtë studio, të lutem zotja Edeta, kur foli, unë nuk u ndjeva, të vitë përballet me dokumentacionin dhe për familjen e vet. Pra nëse ka dokumentacion, të përballet me dokumentacionin. Nëse nuk ka dokumentacion, mos të flas si do më falësh për shprehjen, si paçavure, do me thënë për të mbuluar gjithçka. Të lutem të flasim për problematikat që na shqetësojnë. Problematikat që na shqetësojnë janë fëmijët. Ishin fëmijët dhe dhuna, është kryesorja. Ti ke deklaruar se je dhunuar. Jam dhunu në mënyrë të tmerrshme. Unë e ndëgjova. Po, e dëgjova Surjaj, i cili i mohoi të gjitha, po. Çka ka fol ky unë e ndëgjova, se unë çdo gjë që kam shpreh këtu e kam shpreh me ligj. Që thot gjykata mua atje. Ky zotnia të tregoj se ndëgjova shumë mirë, që thot dekamente ilaçi andeje këtej për veten e vet. Qa është ilaçi Zinax e Topamax që ma ka pirë? Suada, të lutem. Për mua, që e deklaroj... Suada,
të lutem, ke deklaruar në këtë studio jam dhunuar në mënyrë barbare nga baba i fëmijëve. E ke përballë, i cili deklaroi 24 orë përpara në këtë studio që nuk ka ekzistuar dhuna. Po një kjo po themun, pse nuk pas ka ekzistuar dhuna, që mua më ka ardhur policia disa herë në shtëpi. Kanë ardhur vetë policia, kanë deklaruar vetë. Kanë pyetur dhe gjitonet. Mund të dim Unë edhe tash në moment, vetëm qatë besë se kam numrit, që ta marrë tani unë shefin e policisë të Lagjës, Isa Boletini, edhe shefin e policisë të Lagjës i Shtetit Nëntori, çfarë do flasin për këtë zotëni? E ka mos zonja Edeta, mund të ndihmoj me numrin? Nuk mund të marrin policinë në transmetim live, realisht nuk lejohet, do të marrin një leje që uniformat blu duhet t'japin. Të lutem, ke deklaruar që me dorën me allçi më ka dhunuar, ka tentuar të më vrasi. Kjo është absurde. Atëre të lutem, e ke përballë, ai ka mohuar. Pse e mohon ti që dorë me allçi? Nuk e kishe ti? Zonja Odeta mund të flasë. Zotin Odeta, të patjetër, ajo të ka akuzuar. Po zonjën, pra që të flasë unë, sepse unë në porri qetë. Të lutem. Të flasë unë. Unë ti qose nuk beson, unë vi prap nesër këtu të sjell fotografia që i ke prerë me gërshan edhe mi holle surratit. Në atë kohë ke dashme me hellë të prej katit 5 e poshtë. Te gjë e din dhe djali vetë është në gjeni. Edhe djali vetë është në gjeni e di shumë mirë këtë gjë që e ke bërë. Pse e mohon? Kaq, ti të thuash këte, që mua më fali, gruja, se djalin e kishe të hecë zvarë, mos qesh, se nuk kemi artu për të qesh, se në ndigjojnë gjithë bota, gjithë shefria, por të rëgo të vërtetën reale, se ty të njohin, pra ndaj po të them. Mos e deklaro ti në për njës të tjerë, gruën e ka marrë për punë, gruën e ka marrë këshu, pse qa jamu? Atëri të lutem, ju keni deklaruar, zoti Surjaq, që... Edita, më falë Edita, pse deklaron ti që gruën e ka majtë shtëpi pa punë? Po pse var duket një gjë e lehtë ta çosh fëmin 18 vjet në ka? E kur vjen funi prap nuk e ke të saktë atë fëmijë? E ke djalin 12 natës, kam telefonin, unë do ta dorëzoj telefonin, që kam fol me djalin e ma. I kam thënë, dilore se i ke djalin 12 natës atje. Ka kënë djalit të hoteli. Mustafa. Ti vove djalit lek. E din ti? Që i mori lekët djalit? I kanë shkatru paneramat në rrugë të 3 racat. E din ti këtë gjë? Për je kujdestar, ti do kujdesësh për atë fëmijë. Për çfarë mori kujdestirin ti? Për çfarë more ti? Ti ke deklaru gjitha ato gjëra. Unë kam dokumentat, nuk flas me Zonja Odeta, kur nuk më jepni fjalën, ju lutem mund të përgjigjem. Po patjetër, fjalën e ke, mund t'i kesh përgjigje. Ke lanë 3 muaj pa drita, ke deklaru që është vdekur. Çfarë s'ka punë? Si t'ka deklaruar që je vdekur? Kam letër nga drejtoria e elektrikut, më lanë pa drita. Unë thash Allah nuk ka gjithë lagja drita. Kur erdhe mua ata, erdhe dhe komisioni, zonjë tha nuk jetë ti tha Suada Rama. Por zotnia muni thash i dhash kartën e identitetit. Jo, nuk jetë ti tha se ka ardhë, tha këtu tha, burri jo, tha. Dhe? Kush i thash une? Po, tha, urdho, tha. I kishin bërë dhe foto, kishte edhe emrin, se njofta nga shkrimi edhe firma, që kishte vu. Dakor tjeti. Kam shkresa atun. Ka vajtur Surjaq dhe ka deklaruar të vdekur? Një gjë shvit Kosovën këtu. E ka deklaru këtë dhe i ka thënë që ato pronat atje janë shpite mia. Te Lagja 28 Nëntori. Të dëgjojmë tani përgjigjen e Surjaqit. Po, Surjaq. Odeta, mua më vin keq që po dëgjojmë zonjën, që po flet gjithçka në ajër. Unë erdha për të folur me dokumentacion dhe t'i bazojmë dokumentacionit. Të gjithë fjalorin që po përdora sot në këtë studio dhe e ka përdorur dhe radhën e parë, e ka përdorur në policinë, në prokurori dhe në gjykat. Zonja Odeta ka institucione përkatëse. Nëse këto të gjitha do të ishin të vërteta, unë sot nuk do të isha në studio, por do të ishin marrë masat e dura nga institucionet përkatëse. Mos e lini zonjën të lutem të flasi pas dëshirës saj. Nëse ka dokumenta, të përballet me dokumenta me mua. Nëse nuk ka dokumenta, unë nuk kam pranoj të flas fare. Në momenti që ajo thot jam e dhunuar dhe është pajisur me një urdhër mbrojtje, ka si dokument çfarë kërkon tjetër dokument? Të lutem, zonja nuk është e dhunuar, zonja ka ardhur më ka kërcënuar. Po më the pak më parë. Të lutem, dua të respektoj vendimin të ri 5 metra larg është me urdhër mbrojtje. Për çfarë ka marrë urdhër mbrojtje? Jam në kundërshtim të urdhit të mbrojtjes se ja kam. I ka skaduar, ka 2 ditë që i ka skaduar. Jeni në proces gjyqësor për të marrë urdhër mbrojtje të ri. Se po të ishte me urdhër mbrojtje nuk do ishte në këtë studio kaq afër. Lutem, edhe një herë. Zonja ka ardhur më ka kërcënuar dhe ju dha urdhër mbrojtje. Po si gjykata nuk e kam kërcënuar unë. Si ti jep urdhër mbrojtje. Odeta, të lutem, nëse unë do vi të kërcënoj këtu te institucioni juaj, do merrni ju urdhër mbrojtje apo do marr unë? Po sipas jush do të kundërta. Urdhë? Sipas jush do të kundra. Po patjetër, në rastin tim, në rastin ton,
ka marrë zonja, ka ardhur ajo më ka kërcënuar mua. Surja, ajo po të jep fakte konkrete dhe unë dua t'i përgjigjesh. fakt konkret, Ajo po të tregon historinë, që ke dashur të më gjuash, të më hedhësh nga balkoni. Mos është as pak e vërtet. Tani, kur zhvillohet një ngjarje, zonja Odeta të flasë, unë apo të flasë zonja. Nëse e lat, lere të flasë zonja. Atëherë, për çdo gjë që është denoncuar në polici do më falësh, të gjithë merren dhe pyeten të gjithë pjesëtarët e familjes. Është marrë zonja, janë marrë unë, janë marrë fëmijë. Nëse këto do të ishin të gjitha të vërteta dhe do të deklaronin fëmijët, atëherë unë sot zonjë do isha brenda institucioneve përkatës. Dhe jo këtu. Zonja flet në ajër sipas dëshirës së vet. Nuk flet sipas institucioneve përkatëse, sipas dokumentave. Ti përgjigjet dhe ti qëndrojnë në shinat ligjore dhe ti qëndrojnë fundit ku do shkoj. Suada, gjithsesi ne nuk mund ta zgjidhim në këtë studio televizive. Më falë, Po, më falë shumë. Dëgjoj ti zotni. Po kur i ke qove djalin ti, pse i the që kam qenë vetëm? Ke qenë bashkë me Ergisin? I ke me Ergisin e qove djalin në shkollë? Erdhe prap me Ergisin. Qa ishin ato kaçavita që më qëllon ti mua në shtëpi? Kam dëshmitar, ndigjej me vëmendje këtu. Se të ra Jo, ma më shikoj drejtuesen e emisionit, se asaj do t'i tej përgjigje. Ty të ra kaçavitët e policia. Ke kaçavitën halave këse të kësaj ditë e kanë polici. Edhe ndaq me dita po ta tregoj vetë, që po thot këtë 2018, kam qenë me avokat Sajmir Smaka. E përshëndes, është prokuror. Aj, zotnia, kur jam futun që tha ky e fala unë, e fala ate, kam fol me zotnin, me avokatin, edhe i thashte, kam frikë, i thashtë krijoj familje. Digjom, tha mu, tha, ke afat, unë nuk i di këto regla, po si që më tha, po të them, ke afat, tha Suada, tha, për 2 javë. Në qovë se ty, ajta, nuk të vjen shpi, ose, tha, të kërcënon, tha, se e din shumë i historinë aj, prokuror. E qartë. Po, tha, drejtohu, tha, shkallës dhe më lartë, tha mu. E dashur Suada. Unë të shim falë. Kur kam bërë gjyqin që thot ky e falan dhe e këti, kanë ikur ata, ky të dalë me shpejtësi, se s'kishta as avokat, zotnia, një të më shkapet mua aty, u vrava, më falë se dhaj e vrava dëmtova si ishte mrapa meje, prokurori, ku am dalë. Pritë se po vjenë në shpi, s'ka, më ka ardë djallin shpi ma thënej, Ergisi. Dua të të bëjt pyetje, në momenti që një burr të dhunon, ka urrejtje, nuk të do, pse prisje ti në shtëpi? Se një të pyetje bëra dhe Surjaj. Se prisje gjithë kjo gjë që po thot ky për fëmijë, gjithë kjo gjë që u bë, është djali dëshmitar që më ka thënë disa herë, o ma fale babin, se djali e ka ditë gjendjen e këtij që është i smur, me depresione, me çrregullime autike. Për atë gjë që tha të qëndra vatra, të jemi pak edhe me këmbë në tokë kur flasim. Ka kontrollu, Ish bashkëti juaj Surja Ramaj në këto momente, unë nuk e kam njohur zotin Surja në 2018 apo edhe më përpara, e njoh sot në 2025 dhe konkretisht ditën që po flasim, nuk ka asnjë problem të shëndetit mendor. Po, jam dakord, nuk ka. Nuk ka asnjë lloj problemi shëndetit mendor, sepse e vërtetoi me një dokument të fundit që ka marrë nga psikiatria. Të lutem. Ndërkohë, të vej të bëj kontrollin. Tani ajo që mua më habit, të lutem, ajo që mua më habit, pse këmbguli kaq shumë, jeni të dy si kokra e mollës. Nuk keni probleme. Jo, ti Odeta, se ky një gjë. Po të lutem, Suada, tani më lejo pak dhe më dëgjoj. Unë kur flas me fëmijë, e kam numrin e djalit në telefon. Ti, jam disa vite. Pse s'më lë me djalin me fol? Do flasim edhe për djalin. Jam disa vite më vogël se ty. Të lutem. Jo, nuk pajtohem unë atë. Ju lutem. Jo, nuk po të them pajtohu. Ba. Jo. Nuk të kam gjë që ka bërë Odeta, unë nuk jam dakord. Suada, unë nuk të kam thërritur të pajtohesh. Mi, unë, a përku të thamë, për një falë shprejse, për një gjë, e di unë që nuk e ke vendosni vetë çfarë do vazhdoni me jetën tuaj. Nuk e ke thënë për atë gjë, por, ma ato gjëra që ka bërë ky, edhe kësot e kësaj dite... Por, ajo që unë më bëm përshtypje, të dy gëzoni shëndet të plot, të dy... Jo, unë jam e smur, thotaj. Të lutem, Suada, të lutem, mund të më dëgjosh. Të dy gëzoni shëndet të plot, të dy jeni shumë qytetar, jeni lindur dhe rritur në qytetin e Vlorës, keni krijuar familje, për hir të gjithë shkaje, nuk mund t'i harroni të gjitha çfarë ka ndodhur. Ju zoti Surja keni jetën tuaj, ti ke jetën tënde. Për çfarë i vazhdoni këto grindje? Nuk bëhet. Po si nuk bëhet? Për çfarë i vazhdoni? Nuk bëhet, Odeta, se një gjë. Ti gjithë jetën kështu e mendon të grindesh? Jo gjithë jetën, se unë e kam falër disa herë. I kam hellë mrapa krave, të gjitha.
Unë jam ajo që po thotë zotnia ke bërte, unë jam ajo që veja në komisariat policisë, unë jam ajo në gjykat që thosha do e fal. E di shumë jetë Po, lutem. Po. Mua më vjen shumë keq që në këtë emision po lëm zonjën që të flas gjithmonë. Jo, patjetër mund ta marrësh fjalën. Unë nuk po jap. Atëherë unë po respektoj në këtë emision. Në mënyrë absolute, nuk po jap zë më shumë Suadës. Nuk të thash që po respekton më shumë Suadën, por zonja në fjalë dhe në emisionin e parë dhe në këtë emision që po përballet me mua, po flet në ajër. Unë nëse erdha në këtë emision, erdha për të respektuar, për të respektuar të gjithë teleshikuesit dhe komentuesit dhe për të qenë i sinqert me dokumentacion dhe jo me fjalë në ajër. Jo, të falenderoj. Të lutem. Atëherë, zonja dhe në emisionin e parë dhe sot po flet fjalë në ajër dhe që vinë për mbar, unë nuk dua ta përull, nuk dua ta ofendoj, por po bën rolin e paçavures, domethënë duke i bërë të gjitha ashtu siç ka folur. Dhe ju thash, nëse të gjitha këto ç'a shpreh zonja do ishin të vërteta, unë sot do isha në institucionet për kace, sepse institucionet funksionojnë, ashtu siç po funksionojnë. Jam pro që të gjitha institucionet funksionojnë. Me qenë se zonja Odeta më the që do të përballesh me zonjën Suada, sepse zonja e ka kundërshtuar takimin me mua në këtë studio, se jam me urdhër mbrojtje. Thot ajo, megjithatë unë jam i gatshëm që për çdo gjë të flas me dokumentacion dhe jo me fjalë në ajër, siç flet zonja. Po filluam të flasim kështu, ajo le të bëj një shkëputje. Të lutem, ajo le të flas në të drejtën e saj dhe unë le të flas në të drejtën time. Më lëri të bëj një shkëputje për të kaluar në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer sërish bashkë live dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë ku me mua në studio është Suada Rama, një 57 vjeçare, e cila është përballë ish bashkëshortit të saj, zoti Surjar Ramaj, dhe pse kanë vite që janë ndarë, vazhdoj të them që konfliktet mes të çiftit vazhdojnë për hir të fëmijëve. Atëherë problemi më madhor janë fëmijët. Suada, djali ka deklaruar për studion e emisionit pa gjurmë që nuk dua ta takoj nënën. Ju keni akuzuar ish bashkëshortin sa i e pengon. Po. E ke përballë dhe thuaja. Po. Si e ka penguar në bazë të kësaj që thot ky, që ndëgjova shumë mirë. Më fal, dhe zoti Surja, për hir të klevisit që po flasim, mund ta shikosh në sy dhe t'ia kthesh përgjigjen se tani po flasim për djalin, nëse për çështje dashurie dhe problematika është e drejta juaj, po për hir të fëmijëve mund të shikojeni me njëri tjetrin në sy. Patjetër, mund të drejtohesh atij, jo mua. Po patjetër. Po, mund ta dëgjojmë dhe të kthejmë përgjigje. Djali më të shumtën që ka marrë urrëtie, që thot ky nuk e do nënën, shkaku i gjithë kjo pune që është kërcenimi që i kanë bërë nga banesa, që u qumë gjithë si polici për me gjetë djalin. Se djali i madh kur erdhi në shtëpi, ka ardhur tani nga ora 7 i darkës. Unë në atë kohë që isha me urdhër mbrojtje. Kur ka ardhur policia, djali i vogël ka kenë gjumë, nuk ka kenë qut siç e deklaron ky. Ka kenë gjumë të dhoma vetë, me telefon. Këto e gacmoshin, pam me telefon. A i shkreti, u qu, ka kenë djali veti ma u dëshmitar aty. Jo, më trego pse e pengon Surja i... Ja të për themun. U qu, djali, vajtin banjo i shkreti. Edhe i thot vlaj, qarë keti tha? Pse erdhe tha? Po e kërcenonte. E i thot Ergisi, po jo, tha, mos u bëjt sa me nerva ti. Qohem unë, se unë e kuptova shumë mirë që i kishte dërgu ky. E thamun, Ergisi, thash, ik më mirë, si që të bëra dhe rallën tjetër, ik më mirë, i thash, lini djalin të qetë, i thash, mos e stresoni, lini një të qetë. A i shkreti, sa shkreti divani, kishtë të marrë në telefon, prap ky. Edhe Ergisi, i këtha u që djali. Pra, ju po të rëgoni, se s'keni shumë po televizive, që babaj ka qënë shtysa që djali të humbiste. Të humbiste, që tikte nga banesa, djali, edhe shkapeti telefoni, ka qenë vllajve dëshmitar, nuk flas pa dëshmitarut. Surja, po, e hodhi ti telefoni, i them une. Dhe ta mund të flasë. Po patjetër mund të flasësh, mund të flasësh dhe mund ta marrësh kohën televizive. I them flevit unë. Lërë një zotni se do flasë. Se unë jam të folë të gjëra që deklarove ti. Jo, nuk i kthesh një përgjigje për klevisin. Nuk flet na ajër se më të folë për djalin. Po, ta qetësoni, si që rriuni qetë, të më dëgjojnë dhe e mua. Surja, mund t'i kthesh... O, Surja, unë jam të letë qetë, pra, si që po dëgjoj unë me vëmendje, të qetësoj. O, Surja, se ke bërë një gabim të papar, Surja, mos e më ha, se ke lënë djalin 2 vite pa shku komision. Përgjigjen do ja kthesh asaj. Ku po të drejton, pse ke lënë djalin pa shku komision ti? Po pse ke lënë djalin pa shku komision, të morin telefon Natasha. Unë po t'i tregoj me emra mërë ty. Po t'i tregoj me emra. Të mori nga policia. Natasha, edhe i bëri presion.
Ergisi tha, qoni van. I thash Ergisit, hajde ti me mua, ta qëmë djalin të këmbin tepror. Ju hoq kujdestaria në 2022 në gjykatë, Po, të lutem. E hoq e prap. I kemi thënë të gjitha këto, mund t'i kthesh përgjigje. Faleminderit zonja Odeta që përsëri me dhe fjalën. Po, se nuk kemi në seancë gjyqësore. Të lutem edhe një herë, përsa thot zonja sepse nuk e ka çuar djalin në kemp, të gjitha vizitat djalit janë realizuar, djali ka dalë në kemp, zonja në fjalë sa ka dalë në proces të gjyqësor, ka shkuar te kempi dhe është e interesuar për djalin që do të marrë kempin. Unë ka marrë punojësin të plotfuqishmin. Odeta, të lutem qetëso. Ose ja, këmbën ja kanë hequr djalin. Kthej përgjigje. Atëherë, po i kthej përgjigje. Zonja ka shkuar. Mua përgjigjet. Po patjetër edhe zonjës. Ta shikoj zonjën përballë. Po patjetër, mund të flasë. Dhe zonja në fjalë ka shkuar te kempi, ka debatuar. Unë kam shkuar te kempi. Të lutem. Po, te kati 3 te poliklinika. Te poliklinika qendrore Vlorë, te poliklinika qendrore Vlorë, dhe unë zonja Odeta ka marrë të plotfuqishmin e zonës. Po nuk e marrë te poliklinika, ka marrë të plotfuqishmin e zonës dhe i kanë thënë, zotëri, te komisioni ku unë duhet të çoj djalin për kemp, ndodhet zonja. Atëherë unë me zonjën kam shumë problematika. Jo, nuk është të vërtet. Dhe i plotfuqishmi më ka thënë, Syria largohu dhe bëj shumë kujdes. Unë jam larguar zonjë, së bashku. Zonja Odeta, të lutem, më dëgjoj dhe me dokumentacion. Unë jam larguar nga komisioni së bashku me djalin, ka marrë komisioni në telefon dhe duke njohur të gjitha problematikat, më ka thënë zotri largohu nga komisioni se zonja ishte këtu dhe po pyeste. Të bëj një pyetje e vërtetë. Kaq të rrezikshme e shkoni juve. Është zonja, sepse zonja merr 129 Po direkt. jemi disa minuta këtu. Po ti të vjen se marr policinë që bën dhunën. Edhe një herë, zonja duke marrë 129-ën nuk gjendet më e drejta, përfundon në dhomat e izolimit. O Surja, ke gabim. Surja, të lutem tani. Nëse ti vërteta për mua. Surja, të lutem. Tani të vërtetë se si e shikon, unë nuk di ç'të them, por në momentin që ti je me djalin për dorë, ke kujdestarin atij fëmijë, nisesh drejt institucionit, kushdo mund të jetë ke rrugën tënde. O zonjë, të lutem, unë ka një urdhëmbrojtje zonja, unë duhet të ruaj një distancë. Dhe mund të sjell e policisë. Të lutem, mund t'ju sjell, të lutem. Fakti që je përballë 2 ditë ka. Tani zonja në fjalë ka sjell dhe problematika ku kanë qenë punonjës policie, punonjës të qendrës sociale dhe ka bërë problematike që mua të më arrestonin pasi ka njohuar. Koha televizive mbaroi. Nxirre policin këtu. Nxirre policin këtu. Ka dokument këtu ma. Çfarë dokumenti ke? Gjitha false. Zonja Odeta ka dokumente ta vërtetoj. Koha televizive fluturon, mua më duhet të bëj një shkëputje tjetër, të kaloj te prostatoli dhe rikthehemi në minutat e fundit. Po i ke kontratën ti duar të më sjellë fëmijë në shtëpi. Se bank që mbahet fëmijë që ka datlinjën djali mua. Është gjyna. 300 vjeç bëhet kredisi. 4 vjet pa ja festu datlinjën. Surja, fjala e fundit. Ke një mesazh për Suadën, mesazhi i saj ishte mësues. Unë mesazh për zonjën kam, domethënë fëmijët po të kenë dëshirë ta takojnë, të kenë marrëdhënie me nënën, të lutem mund ta parandalosh. Nëse ti do kesh pak bashkëpunim me fëmijët, mund të realizohet kjo gjë. Unë nuk ndikoj në asnjë lloj bashkëpunimi, jam munduar, fëmijët janë mbi 18 vjeç dhe kanë dëshirën e tyre dhe sot po ju sjell një vendim të komisionit psikiatrik të djalit ku kanë nxjerr komisioni dhe e ka ngritur gjykata dhe nga ky vlerësim komisioni përkatës nxjerr Klejvis Ramaj, na prapambetje mendore e rënd me autizëm, kalon në prapambetje të lehtë mendore dhe është i aftë për gjithçka dhe nuk ka mbështetje. Lajmi më i mirë është duhet të nëzdoj dhe i vazhdoni grindjen në të studio. Jo, jam drejt fundit. Në të gjithë këtë dokumentacion, zonja në fjalë, të lutem ta shpreh, zonja në fjalë, nuk ka paguar as lekët e komisionit, as psikologët për të dalë mendimin, as debitore. Surja, nuk mund të zgjidhim dot me grindje. Po më le të flas. Në një studio televizive, edhe pse u përpoqja të kishim gjuhën e përbashkët mes këtij çifti e pamundur, edhe pse kanë marrë një lajm të mirë për djalin e tyre që ka probleme, vazhdojnë të ngrinden, uroj dhe shpresoj që gjykata e Vlorës të marrë një vendim si për babain dhe për nënën. Mirupafshim, takohemi nesër. Mos më takoj fëmijën. Lexoje të lutem zonja Odeta, meqense se lexoje. Kush ta ka vënë? Po, mua më bën shumë të lumtur. Kjo duhet ju bënte të lumtur dhe ju ziheni. Është nën që e kam bindur dhe do më me është